Para krizës me Covid, në janar, partia në pushtet Lidhja Social-Demokrate ishte duke u konsultuar për programin e saj parazgjedhor. Sindikalistja e pare punëtorëve të tekstilit kërkoi që e diela të ishte një ditë jo pune. Работниците во цел приватен сектор им е тоа проблем. Немаат ден на неделен одмор. Градежните работници во недела ќе ги видите во Скопје на крајите да работат. Маркетите се нон-стоп отворени. И тие жени кои што се во големите молови, и тие имаат право да видат еден ден со семејство. Zëvendës kryeministja e atëhershme Milla Carovska njoftoi se bëhet fjalë për një sfidë për të cilën do të punohet në periudhën e ardhshme dhe se tema do të debatohet me sektorin e biznesit dhe sindikatat. Javën e kaluar, qeveria dhe formalisht e filloi procesin. Владата денеска ја прифати иницијативата недела да биде прогласен за неработен ден и го задолжи Министерството за труд и социјална политика во рок од 15 дена да достави законско решение за ова прашање. Departamenti kompetent i qeverisë filloi punën, por në një tekst ende të papërgatitur, në sipërfaqe doli mosmarrveshja midis punëtorëve dhe pronarëve. Kështu duket një pazite tipike së dielës në çarshinë e vjetër të Shkupit. Pavarësisht krizës Covid-19, punojnë restoranet, këmbimorët, dyqanet, çajtorët, tregu, furrat e bukës dhe butiqet. Një pamje e tillë, megjithatë së shpejti mund të ndryshojë plotësisht, në varësi të asaj se si do të jetë dhe nëse do të kalojë përpjekja e qeverisë për ta kthyer të dielën në një ditë jo pune. Përvoja nga vendet e tjera tregojnë se edhe nëse nuk ka ndalim të plot, të paktën duhet të pritet një kufizim i orarit të punës. Për shembull, tregjet, restorantet, dyqanet dhe bizneset e tjera mund të lejohen të veprojnë deri në mesditë. Por është e mundur që ndalimi të jetë i plot, me përjashtim të shërbimeve të nevojshme. Farmacitë kujdestare, policia, zjarrfiksit dhe të ngjashme. Pronarët në përçarshi nuk deshën të flasin para kamerave. A ju pëlqen propozimi? Përgjigje morëm në treg. За нас пазарджиите, ако дојде одлука, немаше да правиме. Иначе за нас не одговара тоа. Некогаш у недела има повише работа, повише промет, за парче лепи скочивме овде. Ама ако носат одлука, и ние мора ќе траеме, нема друго. Ќе приемаме тоа одлука. Nga ana tjetër, klientët u përgjigjen me më shumë kuptim për idenë, por me disa kufizime. Mendoj që mirë është, mos me punu dimë. Unë mendoj që do të mu me qelë gjithë shqiptarët që janë për ushqim do të më konë qelta, pazari do të më konë i qeltë. E mendoj që për qelat edhe mu më qelë mirë është. Би било добро да не се работи барем еден ден. Тешко да кои да работат лекарите. Тие би требало да бидат сигурно дежурни, другите по можност. Треба да работат. Пред се, значи здравство мора да работи. Полиција и пожарна, тоа нече што треба да се работи. Друго, мислам дека може да функционира без нив. Nisma aktuale për shpalljen e së dielës si një ditë jo pune vjen nga Federata e Sindikatave të Maqedonisë. Sipas kryetarit, kërkesa u paraqit për herë të parë në 2018. Направивме не сеопфатни анализи пред да го дадеме тој предлог, каде што сите анализи кажуваат дека на работникот му е потребен денот недела за ден за одмор. Зошто? Бидејќи тој ден работникот може да се посвети на својата фамилија, да се посвети на самиот себе, да одмори, за да биде попродуктивен и да знае дека тој ден е ден за неделен одмор. Бидејќи сегашниот закон вика, освен недела и друг ден од неделата може да биде ден за неделен одмор. Pikërisht kjo dispozit, vlerëson Dimovski, shpesh abuzohet nga punëdhënësit. Самиот закон вика дека 40 часа во една недела може да се работи само 40 часа. Тоа кај нас, за жал, некои газди работодавачи го злоупотребуваа и се работи континуирано 48 сати. Да, законот не вика дека 8 сати е работниот ден, може да се подели и сабота да биде работен ден, но тој не сме да биде повеќе од 6 часа. Бидејќи ако од понеделник до петок работиме 7 сати, по сабота работиме 6 часа.
Nga sindikata e kuptojnë që diela nuk do të jetë një ditë jo pune për të gjithë punëtorët, shembull si policia, ushtria, shërbimet e zjarrfiksëve, objekte strategjike. Se çfarë do të përfshihet në paketën eventuale do të vendos Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Ngatje nuk mund të ndajnë më shumë detaje tani për tani, sepse puna sapo filloi, vetëm pasi ata u angazhuan nga qeveria. Министерството формираше секторска работна група која работи на законските измени. Работната група преку компаративни анализи, но и преку детална анализа на потребите на работните процеси во повеќе сектори, како и преку консултација со другите министерства, ќе подготви предлог законско решение. Министерството навремено ќе ги сподели сите решенија во оној момент кога тие ќе бидат дефинирани. Megjithse detajet nuk dihen, punëdhënësit tashmë kanë vërejtje serioze ndaj idesë. Angel Dimitrov nga shoqata e punëdhënësve thotë se masa për biznesin është e pranueshme vetëm si pjesë e luftës kundër epidemisë me COVID-19. Тоа би било еден вид поддршка на решавање на кризата со COVID-19. Но после завршување на кризата со COVID-19 мислам дека Македонија не е на тој степен на развој каде што треба недела да ја затвори и да биде неработна. Зошто ова го кажувам? Затоа што Македонија се наоѓа на многу понизок степен на развој од развиените држави каде што се воведе вакво решение. Ние имаме 5 до 10 пати понизок GDP по жител и секоја потрошувачка ни е добродојдена. Logjikës se nëse nuk shpenzojnë të dielën, qytetarët do të rimbushin ditë të tjera, Dimitrovi përgjigjet me një argument, se konsumi që vjen nga turistët një ditor nga fqinësia nuk do të kompenzohet. Вие знаете дека во неделата доаѓаат луѓе од надвор, доаѓаат од Косово, доаѓаат од Грција, доаѓаат од Бугарија, кои пазаруваат овде и остават доста добри девизни приливи на нашата држава. Така да Македонија не може да се откаже од тоа. Ако мислиме на тоа дека да се помогне секој работник да може да има еден ден неработен, нашиот закон за работни односи предвидува дека покрај неработен ден по правило е недела, но може да биде и друг ден во неделата, ако е тоа договорено со акт на работодавачот. Puna në ditën e lirë të javës, sipas marrëveshjes kolektive për sektorin privat, paguhet 50% shtesë të pagës në bazë ditore. Por organizatat e sindikatave të ndryshme janë ankuar për vite me radhë se dispozita rrallë respektohet. Nëse zgjidhja e re për të dielën ditë jo pune do të afirmojë këto dispozita ose ligji do të jetë kufizues, do të dihet më së voni në fund të javës tjetër. Atëherë, skadojmë 15 ditë që qeveria i ka dhënë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Shembulli më i mirë për të krahasuar se si do të shkojnë gjërat në vendin tonë, sipas standardit dhe afërsisë gjeografike është Malizi, e cila paradokohe shpalli të dielën ditë jo pune. Atje, të gjitha partitë politike qëndruan prapa propozimit dhe ende mbrojnë atë. Përjashtimet nga ndalimi përfshin për shembull tregjet. Por shpejt punoi mentaliteti ballkanik, kështu që tani të dielën në pikat e karburantit shitet miell, vaj, sheqeri, qumshti. Organizata e punëdhënësve që po lobon që ligji të shfuqizohet dhe tashmë është ankuar në gjykatën kushtetuese. Ngjashëm si edhe këtu, edhe pas 13 muajsh, gjykata kushtetuese nuk ka marrë një vendim.